E ftuara jonë sot është e ftuara e parë e cila ka ardhur me ëmbëlsira, nuk ka ndodhur kurrë më parë. E vërtet Misi na ka ëmbëlsuar ne se na e ka marrë kalën nga brenda. Po dhe vetë është e ëmbël ajo. Është shumë e ëmbël, por përveç se e ëmbël, kur thua fjalën influencer, emri i parë që të vjen në Shqipëri është Keshli! Mirë se erdhe në What the Fuck, Keshli! Shumë kënaqësi. Si shkoi rruga një herë nga jeta cilësore në jetën e Tiranës? Nga deti në det, se këtu. Rrugës për ke ju vinte, ujë me presion. Po ka shumë të kanë folë për ne që jemi ngacmues sa dohet na ëmbëlsoje si është muhabeti i ëmbëlsirave. Po asnjëherë. Më mirë ti dalim përpara me Ruheni të keq, se nga lira Se specin e sigurt që e kemi të gjithë. E kemi të gjithë kemi speci. Si ky speci vallaj kaq madh, as ne kemi pasur. Më i madh deri tani. Më i madh. Të vë dorë në zjarr. Ndoshta pyetje do jenë shumë më të vështira, kështu që mbetet për të parë deri atë. Keshli ti një influencer dhe unë fakt dua ta lidh paksa me një tjetër influencer, Sara Berisha para pak kohësh deklaroi që Dursakën time. Po, Dursakja jote deklaroi që influencerët nuk është se kanë për detyrë që të flasin për problemet sociale, politike, kulturore të vendit ku jetojnë. Ti si e mendon këtë deklaratë? Mbase për detyrë nuk e ka asnjëri, sepse gjithë secili në platformën e vet është shumë i lirë të shprehë çfarë mendon, po për sa kohë ne jetojmë këtu edhe rrethohemi nga ky komunitet, mendoj se është e nevojshme të flasim për kauza të tilla ose për probleme të ndryshme sociale, sepse komuniteti jon këtë gjë domethënë do që ne personazhe që na ngriti deri më një farë pike, të bëjmë zëri i tyre. A e bëjnë të gjitha apo jo është zgjedhje personale, po unë do e bëja gjithmonë edhe do vazhdoj ta bëj gjithmonë. E bën shumë shpesh në platformën tënde. Pa e gjykon ato që se bëjnë apo thua zgjedhje? Absolutisht jo, është zgjedhje personale dhe kush jam unë të gjykoj. Ti e veshur shumë bukur një herë sot, më lejo të ta them. Ke ndonjë çanta, këpucët, bijuterit, kush është më e rëndësishme për ty në veshje? Unë fiksimin tim e kam këtë çantat, besoj e kanë marrë vesh të gjithë. Të gjithë. Ato Hermesat, ato. Do të kalojmë tek Hermesat. Po unë i dashuroj çantat, mendoj se janë një aksesor që nuk vdes kurrë, pra ti mund të trashëgosh ato, kanë një farë personalitet sepse gjatë kohës që ti mban veshur ato edhe lëkura fillon vjetërsohet, merr atë ngjyrën si vera, sa më shumë kohë kalon bën më mirë. Plus ka disa çanta që nesër pas nesër nëse do të rishesësh, i rishet edhe çmimi i del. Ose sa i ke bler shumë vite përpara ose mund dalim më i lartë. Janë për çanta si shtëpi. Po, vërtet, unë kam një shqetësim se unë kam vënë re, shumë influencer kanë filluar që produktet e luksit po i reklamojnë tashmë shumë. Por kam vënë re që disa prej tyre janë akuzuar se mund të jenë fake, sidomos këto çantat Hermes që vlerat e tyre arrin në shifra maramëndse, 10.000, 20.000 euro më lart. Nuk është çudi, në kohët e sotme ka një dyndje të tregut me prodhime fake dhe njerëzit vdesin ta lidhin imazhin me gjërat e luksit, po mendoj se nuk funksionon në afatgjat, sepse këto produkte bizneset që i kanë arritur deri në këtë pikë që të kenë çmime të tilla në treg, kanë bërë marketingun ndër vite, kualitetin, kanë një histori, pra njerëzit nuk është se blejnë vetëm produktin. Blejnë edhe emrin. Blejnë edhe historinë që kanë mbrapa, të lidhjen, siç janë çunat apasionuar pas makinave, që thotë, unë dua këtë makinën sepse jam lidhur, ka këtë historinë, është filan motor, ecën kaq, ka kaq kuaj fuqi, ashtu është edhe për ne femrat pjesa e çantave. Ka në Shqipëri influencera të tilla që reklamojnë gjëra fake? Duke shitur si është vështirë tani ti spikasësh sepse teknologjia AI-ja, editimi fotove është bërë vështirë, po që edhe mund të ketë, nuk është çudi. Ka do të jetë komunikim korrekte. Tani meqense Artemisa e preku pak që ka vajza të cilat i reklamojnë dhe bëjnë reklamime të ndryshme. Puna e një influenceri, a është për të gjithë, pra çdo kush mund të bëhet influencer? Influencer lëku unë mendoj se vjen nga populli, pra njerëzit lidhen me figurën tënde, të duan për atë çfarë ti shpërndan, kauzat që mbron, stilin e jetesës dhe influencer lëku fillon rritet avash avash në rastet kur ti do të dalësh si një freelancer ose siç është bërë random kohët e sotme, personazhet e Big Brother. Tu do të dilja. Dole fiks në tesh. Çfarë mendon për këto influencerat të cilat ose ndoshta nuk janë fare më përpara Bikut, po futen me pak followersa dhe shfrytëzojnë Bikun dhe shndrojnë pas Bikut. Po mirë, ato hyn me pak followers, po në televizionet ku dalin me një audiencë shumë të madhe. Pra, në moment që ajo është live, mund ta ndjekin 100.000 banor.
në për shtëpiat e tyre. Pra, është direkte si unë që kam vite që punoj, mendoj se Big Brother është një mundësi shumë e mirë për të bërë një influencer, por i gjithë sekreti është sa mirë do e menaxhosh jetën jashtë. Pra nëse njerëzit lidhen me imazhin tënd 3 muaj aty sepse prodhohet content pafund dhe shohin mënyrën e jetesës brenda kubit të Big Brother, jashtë duhet ta bësh të gjithë punën vet. Kush mendon që ka qenë e suksesshme, pra nga vajzat që kanë hyrë në Big Brother dhe më pas kanë zgjedhur të jenë influencer? Po, atë ka treguar koha, për shembull vajzat që vazhdojnë i rezistojnë tregut, Angel Shkira, Sara Berisha, që dolën nga Bigu dhe janë vazhdo Majori Delli. Ka plot. Po këtë vit. Po ti do doje të futesh në Big për të rritur influencën si e the? Ajo është Po se unë kam platformën time, unë kam ata 130.000 njerëz që më ndjekin, fluksi që vjen nga njerëzit që nuk më ndjekin po i del video, kështu që unë nuk mendoj se mirë ta bëj atë fazën. Okej. Ato 3 muaj I ha me fëmijët në Kishli, shtëpi. po nga Big Brotheri që është ongoing, që është tani, kush mendon që nga vajzat mund të ketë premisa ose mund të shndrohet në një influencer? Nga Big Brother që është tashi, personazhet që janë sa më real, unë mendoj se një influencer e mirë do dali Selin, Greta. Selin e njoh dhe përpara, kështu që e di që është shumë aktive në jetën e vet dhe besoj se do e mbajë ritmin e vet. Nuk mendon që kanë si synim të jenë base moderatore dhe jo kanë thënë ato, në influencer? Po, të gjithë që dalin nga Bigu kështu e nisin, domethënë synojnë influencer, Marrin pastaj duan emision. Pastaj përfundojnë prapë influencer, nuk e di, duhet ta ndajnë me të vetëm, po unë mendoj që të dy janë shumë të mirë për sa kohë bëjnë lek. Po, bën lek, ë? Po, Brikena dhe Mateo si çift në syrin tënd do shisnin, për shembull, Brikena influencer e Mateo trajner. Mua nuk më duken shumë si çift, sepse nuk i pëlqej këto çiftet që më la. E kanë me dy mendje. Pra ti do direkt të vendosur. Se zemra o ta bën fare. Shumë, pas 4 vitesh prit se mu ngjall një emocion I vogël. S'u ngro fare. Vare. Ndërkohë, meqenëse do përmend pak këto punët e zemrës, e më thet thash. Tani ti ke një raport shumë të ngurtë dhe shumë cute në rrjetet sociale me bashkëshortin tënd. Shkojmë në sim një bar një zi. Edhe po nuk ishte. E zgjodhe vet. Unë doja të pyesja pak, do ke qenë se unë bëj shumë humor me autoironi. A mërzitet ai kur ti bën shpesh këtë humorin fare? Fare. Bravo I qoft. Bile ka Po raste të mërzitet ku do vej. Po ne lëmsh në shtëpi, më semra se I zia mund, më fal. A mërzitet ai ndonjëherë për ndonjë postim provokuese? Ti ke dhe super trup mund ta themi tani të ka thënë ndonjëherë jo për shkakun këtë mos e post. Jo, nuk mendoj se ka pasur ndonjë rast që ai të më thoshte jo, pavarësisht se unë I di limitet edhe deri ku shkoj me imazhin tim. Të vetëm moment që ne këshillojmë për pjesë postimesh është kur dalin fëmijët. Pra vetëm që ne ndaj me njëri tjetrin që si mendon si të duket. E kuptueshme, po. Është shumë I lumtur dhe shumë krenar për çka kam arritë dhe thotë që se ke arrit deri këtu me mendjen tënde vazhdo. Merr përqindje Egri për postimet ku del ai. Rregulloj me Klerin. E kemi parë se I lumtur. Ka buzëqeshje vetë në vetë. Të lëshojmë fatura. Po dukeni si ai çifti perfekt. A ka ndonjë moment për shembull që debatoni, se thuhet që gjithë çiftet debatojnë. Po, edhe debatojmë. Për çfarë? Momentet që debatojmë ne janë për këto mos koordinimi I punëve me njëri tjetrin, se dalin dhe fëmijët në skenë dhe xhirimet e mia e këto, sepse Egri është shumë I matur, shumë I terezishëm në punën që bën, ndërsa unë jam hyperactive. Do të dua gjithë punën me buton, pse s'është bërë kjo, kur do bëhet kjo, ja se kështu I lë të gjërat për gjys. Ndërkohë ai ka fletorën e vet që çakon detyrë. Bëra sakt, mirupafshim, nuk I kthem më. A je xheloze Kishli për Egrin? Po s'besoj se ka ngel xhelozi se ne na njohim gjitha, kuptoj jemi kështu. Jeni bashkë. Jemi gjithë kohës bashkë, ne punojmë bashkë, kështu që nuk është se ngel shumë për xhelozi. Po mund të ketë për shembull nga ato femra që nuk e kanë problem. Sy për shembull. Po ka nga ato që I pëlqen më shumë kur është I martuar, se sa beqar. Deri tani s'digjen në një ju. Nuk e vëdo. Kishli tani do të bëjmë një lojë dhe do të vë përballë emrave të disa prej influencerave më të njohur në Shqipëri dhe dua që ti të zgjedhësh kë pëlqen më shumë mes tyre dhe në fund do triumfoj vetëm njëra ose njëri.
Po, jo, atë që do zgjedhësh edhe kemi sjell këtu, Duhet që të jesh shumë e drejtë për drejtë dhe të më thuash troç mendimin Se tënd. deri tani kam treguar që s'jam drejt për drejt. Jo, pra, duhet të vazhdosh. Good. Mirë, okay. Very good. Personazhet e parë janë Hati apo Jori Delli? Jori Delli. Hati s'të pëlqen? Nuk e kuptoj. Nuk e kuptoj çfarë po bën. Domethënë ku do dali me gjithë zhurmën. Sepse mendoj se ka bërë disa zgjedhje të gabuara në rrugtimin e saj. Cila ka qenë Jashari ka qenë një zgjedhje e gabuar. Jo, Jasharin e kemi shumë gjanë, Cila është një zgjedhje? me mua, kështu që mos e shanë bërtjapët. Okej. Cila është një zgjedhje e gabuar që ka bërë Hati? Mendoj ky luksi i shfrenuar, unë nuk do doja që ta ushqej aq shumë. e reklamon më shumë. Mos ta se promovonte. ç'do Se audienca që ajo ka, domethënë mosha e vogël, nuk do doja që ta ushqeja në të gjërat sipërfaqësore. E kuptoj. Të makina luksi, shpejtësia, Kështu që Hati, be humble. po. Jori Delli apo Sherina Spahiu? Jori Delli? Jori Delli apo Angelina Kotori? Anxhi më se kam shoqë. Anxhi apo Sara Berisha? Zgjedhje vështirë Këto tani. ngushtojnë E mbajmë të dyja. Bëjmë Jo, kështu jo, Anxhi një, sa një. Berisha, po? Banori vetëm, një, nëse lojësh, një. Mbajmë Anxhin se e kemi Okej, prapë më shumë Anxhi. shoqë. Anxhi apo Rizarta Hoxha? Anxhi prapë. Kjo është dyshë shumë e fortë tani përgatitur. Unë nuk jam gati për këtë përgjigje. Anxhi apo Estela Ujka? Anxhi. Akoma më e Deri fortë. në fund me Anxhi, mos Akoma më e fortë. Anxhi apo Dario Doka? Anxhi, jo, Anxhi. Çka ka Dario? Çka ka ndodhur me në Me një vit Estelën, ose me me Darion. Estelën ose me Mban ende mëri? Asgjë. Me Darion po. Me Dario pati një bif kështu kot nga hiçi me mua dhe ishte periudha që unë isha në javën e fundit të shtatzanisë. Hormonet ishin Ishte absolutisht pa nevojshme që ai të ma bënte mua këtë për të fituar klikime vetë. Se Po me Pa ishte për bif vëmendje. i njanshëm. Po me Estelën? Me stilin s'kam nej kaq. S'ke pëlqim. S'kam pëlqim. Po ndonjë personazh të famshëm a ke se ne jemi në botën e showbizit, bëhemi unfollow block, atë ka bërë ndonjëri block? Ore blok ka shumë që dhe na bëjnë edhe Se ne sot morëm vesh që na bëri Luizi për shembull. Luizi, sot e marrëm Po vesh. mbase na ka bërë edhe në tjerëve. Në vërtet? Më fal, të ka bërë blok Luizi apo? Po mbase mund ta verifikojmë, s'e di. Verifikoje Le ta një herë. verifikojmë, Verifikoje një Po ju herë. pse u bëri blok? Po nuk e di ne. Histori e gjatë jona. We go back. Gjatë ne ka është, po. thellët. Edhe për blok si ishte, a kupton, po. Është shumë e komplikuar. Se di mua më dalin vetëm këto accountet kur Ah, kërkoj. s'të del Luizi. Luiz Delli pas ka bërë blok Keishlit. E pa që ka dita sot e pas kemi Çka vitu. dita O Luiz mor burr qa ke, more, po qa ke. Tani ne mbaruam me lojën e personazheve, do të kalojmë në një lojë Speci? tjetër. Jo, Akoma nuk jemi aty. Fund. Do të ta jam me shumë kënaqësi kur të jemi të Okej. speci. Atëre, loja e parë, ose më saktë pyetja e parë. A ke reklamuar një produkt që më përpara nuk e ke provuar? Jo. Dhe ju siguroj që produktet kur vinë kalojnë një fazë 3-4 javore në shtëpinë time se sigurojmë që të provojnë të gjithë. Sepse individët ndryshojnë nga njëri tjetri, kështu që lëkura ime nuk është e njëjtë me tënden, E vërtet. skalpi gjithashtu, shijet janë të ndryshme të gjitha, kështu që mundohem që të gjej një domethënë nëse shumica e shtëpisë e pëlqen, atëherë jemi in. në Patjetër. collab. A ke bler followersa ose views në fillimet e E tua? larg qoftë. Qysha, luj për evendin më. Po ka qenë Unë ku keq të në bëj fillim. kjo ta bëj? As je të nduar kur të drejtë. Jo. Në fillim me flasim jo tani. Jo. Okej, Se kur ka qenë keq në fillimet e veta, ka qenë dhe Instagramin fillimet e veta. Të Mi, kuptoj. okay, Ja, okay. bëjmë Ka bashkë. njerëz që të Po që ndohen. gjithsesi edhe në kohën që isha në fillimet e mia, kisha mjaftueshëm followers sa në krahasim me Me të çfarë tjerët. mund të ketë të tjerë. Okej. A ke bërë ndonjëherë sken xhelozie në publik? edhe mund të kem bërë më në rini. Erdhi Po koha çfarë për që shembull, të ta flasim rregulloj për unë në atë. shtëpi Di apo? tani kam shumë kohë pa u bërë xheloze për burrin, Kjo që i kam Renati. harruar këto huqe. Larg këtyre huqeve të këqija. A ke fshirë ndonjëherë në një postim sepse ke marrë shumë komente negative ose Jo. reagime negative? Mund të kem fshi komentet, po postimin jo. postimet E jo. zgjuar. Besim ke vetë. Jeni ju gabim jo unë. Patjetër. A ke refuzuar një bashkëpunim sepse të kanë ofruar një shumë qesharake? Kam refuzuar bashkëpunime për shumë arsye. Po na thuaj disa prej tyre. Po ka pas raste që produkti nuk ishte cilësinë e duhur, nuk më pëlqente komunikimi i personit që më solli produktin me mua, se them kur komunikon keq me mua, imagjino me Me nëse- audiencën pa. time që do Okej. do hedhin lekët ke ai produkt.
Na dilte shumë o gru tash. Një shumë domethënë të vogël që kur ta kanë thënë thënë seriozisht. Korrieri ka punuar 12 orë tash na. Po mendoj se shumë më e madhe që kam fituar nga bizneset është të bërit familje. Unë jam bërë familje. Okej, se do kalojmë. Po ta lëm deri tani, po ta pranojmë këtë përgjigje deri tani. Janë kështu publike. Ja, është e njëjta vlerë. Kosjani tani ka një detyrë shumë të rëndësishme për të nxjerrë një pajisje e cila do na duhet për lojën e radhës. Elektronike avancuar, është thjesht butoni kuq. Është bazeri. Unë do të bëj pyetjen, përgjigja e parë që të vjen ndërmend do shtypesh bazerin dhe do ta thuash. Okej. Pyetja e parë. Fobia më e madhe në jetë është? Ngel pa lek. E fiksuar pas lekut? Jo, unë jam bërcjap. Okay. Edhe ne bërcjapët jemi shumë hardworking, edhe hardworking tonë Po ishijoni para që fitoni. Reagimi i parë pasi ka marrë një mesazh kërcënues. Por e din ta kush jam unë. Shtype fort atë. Okej. Fjala që përdor më shpesh kur je me nerva në timon. Unë përdor fjali faktikisht, e Okej. them as si s'më gjetën një post drejtuese ja tregoj unë këtyre. Që ke shumë e edukuar, unë Për zotin. Po jo se sa më shumë trish në trafik, aq më shumë pip dalin, kështu që unë kam kaluar në fazën më jep një post drejtuese gjimnastik mëngjesi që të gjithëve këtyre që nuk respektojnë rregullat. Kam debatuar me një sponsor sepse S'kam debatuar. nuk e bër thjesht ke kurrë. refuzuar. Okej. Një veprim që të acaron më shumë te egri burri. Që është më slow se unë. Më ngadal. Koha më e gjatë që ke nejt pa fol me burrin. 24 orë. Shumë pak. Shumë pak. Një kompleks që ke tek vetja. Kompleks që kam ke vetja. E vështirë kjo pyetje. Vedesimi 100%. Ma dhat ju. Dhe kush është goca e mamit? Goca mamit është të dyja. Të dyja ja ke marrë. Do me thënë dy goca dhe asnjëra s'është e babit? Po ato të gjitha aktivitetet i duan me mamin. Se kanë kuptuar akoma që kur lindën unë ta kërthiza. E bëj laston më shumë ti Tani më duket. keshli erdhi momenti i specit caliente. Zgjidh një, pa sa bukur. Nuk e lë shans drejt. Për çfarë më folje? Shajap dami me vetë, po të dua. Po se ka Ftuara shumë. Më mirë akoma. Më Ti mirë pa përdor gjëna me Ai ha djeksit keshli? Jo sa specin fare. Okej, do na përgjigjet pra. Thuaj sot emrin e një influencer që meriton më shumë dhe një influencer që duhet të hiqet platforma që ka. Atëherë, unë mendoj që influencerët e TikTokut duhet të meritojnë të gjitha më shumë. Ka shumë vajza kreative aty që duhet të marrin vëmendjen që meritojnë, ndërsa një personazh që duhet të hiqet patjetër platforma, Suad. Po shuajt influencer, Po, nuk ajo, shuajt, të ajo. lutem. Sa ofendon të tjerat po quajt ato. Pa shuaj quajnë ato. Të Ja, gjitha. ja. vetë shumë. Në një nga këto emra që të thash shumë këtu. E din vetaj, ku do i hiqet? E din vetë ai ku Ai do mos i kush është atë zan. Ai Dario Doka. Keshli kërcënon Dario Jo, Doga. unë nuk mbaj mëri, po thjesht fakti që ka qenë një moment shumë i vështirë i javës time të fundit shtatzan. Dhe ai as nuk të kurseu fare. Fare, unë i çova një mesazh shumë të ndjerë dhe të lutëm, i thash, "Se e ndjekim në rrugë ligjore, se duhet të bëjmë skena në Instagram, por unë nuk kam asnjë shqetësim nga ty dhe ti thjesht pa një shqetësim Dhe tënd." çfarë përgjigje të ktheu Dario? Nuk e mbaj mend fare, fshiva nga truri, Okej. fshiva si Okej. personazh, po me që ishte nga lista, ti duhet Okej. ishte platformë për mua. Dhe kalojmë tek pyetja e dytë. Na trego sot një histori të vërtetë që ti di për influencerat shqiptar ose has pecin. Ka një gjë Pra, që çfarë mund të ketë flitet, që ndodhur? ti Po që nuk pa thuhet me përmend zërin, emra, po. thjesht ka ndodhur diçka shumë e rëndë. Shumë e rëndë është që di që ka influencer që kanë bashkëpunuar me biznese dhe nuk kanë dhënë feedback-un që prisnin. Pra hiqen sikur janë shumë Sigur janë shumë high, po në të vërtetë lart. Janë shumë low. Statistikat nuk i Mashtrojnë kanë me aq. numrat. Po. Okej. Po kështu që kanë blejnë zakonisht? Po dhe për bler blejnë. Blej? Sa është kilja e followersave? Di ka lloj si këp, platformash, ka njerëz që ofrojnë shërbime në Shqipëri, ka varietete. Ka individ që rrisin Instagramin deri me një farë pike pastaj e shesin. Ka disa mënyra se Lloj histori me motor. Duhet të bëjmë një leksion bashkë ishim për këtë. Po s'ke që do të këto. Do të pyes Si se duam pak ne, më si vonë bler për followersa? strategjinë që ndjek.
Na tregon shumë më të madhe që ke marrë për një bashkëpunim ose Aspecin. E shikon thashë do Tani më kthehemi te duket kjo pyetja. Tashi, unë kam të njëjtin çmim për shërbime të njëjta, kështu që Me unë nuk sa kam shumë të zero. mëdha. S'ka zero, Po s'ka, ditë thuaj thënë që shumë. kam bashkëpunime shumë afatgjata që po ti mbledhësh pagesat mujore, shkojnë goxha, kështu që I kalojnë 10.000. Po 10.000 10.000 i kalojnë, se bashkëpunime- mujo. Po mirë, 60.000 e kalojnë apo jo? në vit Bashkëpunimet e fatgjata, Po, 6 në muaj vit, një vit se di sa. edhe mund Edhe të i kapin. kalon. Varet nga, domethënë e gjitha varet nga fluksi sa content duhet. Okej. Po nuk është kurrë fikse se ne nuk Okej. na japin lekët, o je shumë e bukur, merri këto Po, lekët Po, dhe duhet të punoni për Kishli, lekët. Cila është gjëja më e shtrenjtë që ti ke? Që zotëron në garderobën tënde mbase. Po, çantat i kanë marrë vesh gjithë. A le të flasim pak Çanta për tjetër? çanta. Nuk është për shembull Unaza se e shoh që shkëlqen shumë. Ajo më jo. bëri dhe mua për Jo, shtypje. nuk është Tani sa Unaza. çanta Ja. ke ti Kishli? Unë kam një koleksion çantash, shumë të bukur, shumë të dashur. Të gjitha çantat janë të ndryshme, me ngjyra, mundësisht. Me rri pak kështu? Cila Po është që e nuk i lira? kam Se numëruar se shtrenjtën ndos- paksohen. Ja. Po kush është më e lira dhe kush E është pra, më e shtrenjtë? me e lira, se ndoshta të shtrenjtës na e Po thua. më e lira është ke 200 euro? Okej. Po s'ka mirë, është shumë. okay. Nuk kam, nuk është se bëj, nuk është se kam pretendime Po, që o dua herë me okay, Sofi. Shli, unë e di çfarë Domethënë unë bëra? dashuroj me stilin e çantës. Unë u futa në Instagramin tënd dhe po shikoja garderobën tënde mbrapa dhe po i numëroja ato çka kisha aty dhe me thënë të drejtën me një llogari kështu fap shpejt që bëra unë, ato mund shkonin dhe te 200, 100, 200. Jo, nuk Mi? shkojnë Të aq gjitha shumë. bashkë. Të gjitha bashkë. Se ka çanta që unë i kam marrë si kjo që kam sot, për shkakun që është diku aty, që i kam marrë në resale market. Po janë të shtrenjtë në resale. Jo, Diun. versionet që un kam të Louis Vuittonve për shkakun janë collectible, Okej. po që me çmimet që janë çantat e reja sot janë pak më të lira. Rash mua bete garçulak ti kemi? Na falni. Po bëni bazar çantave. Pritet për Gjithsesi, herë me dua sa të t'ju jam jap një investuar. informacion që trendi i këtij viti nuk janë dizajnerat e shtrenjtë, por brandet autoktone të vendeve. Pra Të njerëzit thash? duan të Më hedhin the, lek më më shumë në the. brande origjinale made in Albania. Po, prandaj dhe Fatosi Të ka filluar investojnë të në gjëra përdori kreative. si çantë shalqiun nga Lusha. Ja vëni rrit. Nëse më pyet mos e kam gjetë akoma, çante, po çat kemi. Ndonjë projekt të ri që mund të kemi së shpejti, çfarë Projekt mund të ri, të na kemi thuash disa diçka? platforma shumë të lezetshme që do dalin në treg. Një prej tyre është një platformë ku do mbledhi të gjitha brandet made in Albania. Okej. Sepse pash që okay, nuk mund të ndihmoj dot të gjithë specifikisht me reklama. Kështu që thash do bëj një Është platformë. web. Është po, është një platform ku njerëzit mund të hyjnë edhe të shohin nga të gjitha fushat, pra që nga lifestyle, fitness, leather goods, home decor, të gjitha këto made in Albania do të jenë në një platformë. Dashuria dhe prekja magjike që jep gjithë secili projektit të vet, sa do ta kopjojnë të tjerët, nuk arrin atë vibe. Kështu që Super. unë dua të jap më të mirën, edhe faleminderit që ma Shumë kishte faleminderit. fotos direkt me mbërzon, se sa nga Specin. Tani, do ta bravo që sa falenderuar. përgjigje. Është falenderuar që ti të hëngër. Ne po të gjejmë njerëz që të hanë specin. Shumë faleminderit Kishë që faleminderit. pjesë më të fës. Faleminderit. Ne tani jemi gati për të ngrënë këto, ndërkohë që ne bashkë do shihemi të hënën në live-in e orës 5:30. Kemi shumë për të folur, kemi shumë, besoni. Deri atëherë mirupafshim. Bye. Hajde mirë në një tani. Unë me dietë. Andale!